Fatlinda, ka shumë nevojë mu diskutu për tema të tilla, e sidomos kur bëhet fjalë për vetëdijsimin e kancerit të qafës së mitrës. A mund të na sqarosh më shumë pse gratë kanë kaq shumë nevojë të informohen për këtë temë dhe sa duhet të bën dhe si duhet të bën kontrollat rutinore? Mendoj se gjithmonë ka nevojë për me folë për çështje të tilla, meqense se kanceri është një sëmundje edhe më shumë e diskutueshme në botë, po edhe më shumë e zbulueshme edhe normalisht me zhvillimin e teknologjisë, me metoda tjera të reja, të cilat na ndihmojnë neve jetën, diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme. Prandaj kur nuk është shumë, e femrat është mirë me ditë, sidomos nëse ka metoda parandaluese, me qenë se parandalimi është mënyra më e mirë për me shëru një sëmundje. Edhe me qenë se ka shumë metoda, sidomos konkretisht për kancerin e qafës mitrës, ka metoda parandaluese edhe metoda detektuese të fazave të hershme, ose metoda për detektimin e fazave prekanceroze, kur ende qelizat nuk janë në një gjendje që mundem ju thonë tumore, edhe domethënë mënyra për mu evitu ato ndryshime, për mos me progredu, mos me shkaktu tumore malinje që i përfshin edhe organet mandej për rreth. Mendoj se ka metoda mjaft edhe nuk është e domosdoshme që të mbet diçka mangut, si me thonë.